besimtarin fatkeqësit më të mëdha. Sikur se ka përmend në Kur'an Allahu xhalleshanu për sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ka thonë, ata janë konë trimat që kur kanë hinë betejë, kanë qëndru ding, edhe kanë thonë, kjo është që na ka premtuar Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e thonë vetë se hakun, s'kemi tut pi kërkuj. Na i tutmi vetëm Allahut azza wa jall. Kështu që në momentin që e muj zemrën me tut ndaj Zotit, ti nuk i tutesh kërkuj. Na nuk po them që ti tash më bë më në madh. Na nuk po them që ti më dalë dhe më bën rrugaç. Na nuk po them me shku më pola me çdo kan. Jo, astaghfirullah. Ti je i edukum, ti je i devotshëm, ti je i sjellshëm, ti je i dobishëm, ti e ngon babën e nonën, ti e respekton më të vjetrin, ti e mëshiron më të voglin, ti ki respekt për çdo kan. Ajo mesele tjetër. Na po flasim një frikë e cila ty, frikë për Allahut, e cila ty ta kthen burrnin hakikat.